Ju kanë akuzu për keqpërdorim detyrë zyrtare, me rast për punësimin e shoferit. Po. A keni pas ndaj lidhje me shoferin, lidhje familjare? Po. Ka qenë vllajem, ka qenë i vetmi kandidat, ku me të papun këta individ, se që i ka karierën, po mundë më shkatru familjen, mi kanë lënë fëmijë të pabuk. Këta me pas mundësi, po nuk e ka dhonë shqyr, Allah i madhruar nuk e ka dhonë mundësin me manale dhe ajrin, se këta me mujtë edhe ajrin manalin. Kërkesa juaj është më u rikthyer në vendin e punës në Trepçe. Po kërkesa ime është më u rikthyer në vendin e punës, shpresoj se gjykata do të merr vendim favorin tim, sepse jam i disciplinuar si thash në gjitha format. A ju kujtohet kjo deklarata e Albin Kurtit bërë gjatë kohës sa ishte në opozitë? E Trepça në nevojitet për zhvillimin ton ekonomik, sepse një vend pune i minatorit në tokë i hap 4 vende, 3 e tjera pune mbi tokë. E prej ditës, kur Kurti u bë kryeministër, nuk e patëm rastin të dëgjojmë më deklaratat e tilla. Ndërmarrja nuk ka arritur të siguroj pagat nga nxehja e nxjerr. Duket se ka tepër shumë punëtor mbi tokë për nxehet e pakta të nxjerra nga nën toka. Pra punëtorëve të Trepçës nuk ju ekzekutuan pagat për javë të tëra, shumë prej tyre u shkëputën kontratat e punës, e sot kjo ndërmarrje është e paditur nga 10 punëtorë për siç pretendojnë ata vendime të padrejta ndaj tyre. Gjevdet Tahiri është inxhinier, atij është shkëputur kontrata e punës si bazë për një vendim të tillë është marrë punësim me vëllait të tij në kohën kur ai ishte në pozita udhëhecse në këtë ndërmarrje. Jam Gjevdet Tahiri, inxhinier i diplomuar i zyrtarisë. Në ndërmarrjen Trepça jam punësuar në vitin 2005. Në 2022 jam zgjedhur antar i bordit mbikëqyrës. Po çka ndodhi, kush e shtini hilen në qeveri dhe pas një paralajmëri ka shkarkuar bord mbikëqyrës. Shoqëria Sadiku si antar i bordit mbikëqyrës dhe si antar i komitetit auditimit me datë 10/19/2021, se kam të data të së puna më mbajmën, e ka shtyr komitetin e auditimit të bëhet auditimi specifik i një konkursi të cilën konkurs kam kërkuar, përmes bordit mbikëqyrës kam bërë kërkesë se kam pas nevojë për një zyrtar ligjor, kam pas nevojë për një asistente dhe kam pas nevojë për një shofer. Kur ju ka rrezikuar pozita shoqërisë Sadiku si antar i bordit mbikëqyrës, ka qenë një konkurs i hapur në qeverinë e Kosovës dhe kundër kandidatit i tij kam qenë unë, ai atëherë pas 2 vite 8 muajsh e ka shtyr komitetin auditimit të bordit mbikëqyrës të bëhet auditimi specifik i këtij konkursi të datës 15/3/2019. Vetëm me qëllim që të mos zgjedhem antar i bordit mbikëqyrës, që mos i vazhdohet mandati i shoqërisë Sadikut. Domethënë nuk ka qenë as etike as morale, se pas 2 vite 8 muajsh që nuk e parashë as ligji, dhe në 2 vite mund të më ngrit disa së më pa disa, edhe ky pas 2 vite 8 muajsh e bën një auditim specifik. Përderisa ky shoqëria Sadiku ka qenë antar i bordit mbikëqyrës ndër vite dhe nuk e ka gjetur siç keli ligjore. Është bërë auditimi i mbrëmshëm, është bërë auditimi i jashtëm, është bërë auditimi nga zyra kombëtare auditimit, nuk e kanë gjetur siç keli ligjore. Pas 2 vite 8 muajsh po shohën në pezin siç keli ligjore, se domethënë nuk kanë përfillur procedurat për rekrutimin e një shoferi që ka ndodhur për nevojat ndërmarrjes së Trepça. Po megjithatë me 2/2/2022 unë zgjedh antar i bordit mbikëqyrës. Domethënë gjitha format është munduar me diskriminu për mos më zgjedh dhe landën e kanë quajtur në krim ekonomik, e pastaj krimet ekonomika kanë shumë prokurori dhe prokuroria ka ngritur si akt akuzë. Diskriminimi i dytë është nga UD kryeshefi ekzekutiv Fatën Ahmeti, i cili në mënyrë pa drejtë me largën vetëm mua nga puna kurse zyrtar në tjerë që ka punuar në protokol që akuzon për njëjtën akt akuzë nuk e largon nga puna. Do thotë specifikisht ju akuzoni që e keni favorizuar dikën konkurs. Po, nuk e kam favorizuar. Unë akuzoni. Akuzona po. Kjo është akt akuzë, tash tregoj më se konkursi ka qenë i hapur publik dhe transparent. Unë kam bërë vetëm kërkesë, siç e ka dhënë, kam bërë vetëm kërkesë për asistente, zyrtar ligjor edhe shofer. Unë kam bërë vetëm kërkesë. Gjitha procedurat që kanë qenë kanë kaluar burime njerëzore edhe në zyrën ligjore.
Në thonë përgjithësit kanë rënë mbi burimin njerëzore dhe zyrën njerëzore. Ata i zhvillojnë procedurat. Kryeshefi nuk i zhvillon. Edhe përgjithësit i marr ata. Para drejtësisë ndoshta duhet mos sjell ata. Jo kryeshefi edhe komisioni i cili ka bërë president e kandidatit. Se këta kanë kryer vetëm punën vetëm. Kryeshefi është i obliguar me ligj. Do të thonë vetëm punëdhënësi edhe punëmarrësi i lidhin kontratat e punës. Po me datë 14 parë 2025 tani komisioni disiplinor nxjerr vendim të kundërligjshëm të autoritar edhe ma shkput marrëdhënien e punës. Komisioni disiplinor. Asnjë të drejtë komisioni disiplinor nuk e ka drejtën e shkputit dhe për marrëdhënies së drejtës punës. Do të thonë punë kontratën e punës. Me çfarë arsyetime? Pse është ngrit kjo këtë akuzë? I kam bë 5 muaj, më kanë marrë 5 muaj. Me kanë bërë me 50% pagë, më kanë larguar nga puna. Pastaj po merr vendim autoritar për nxjerrje pas 5 muajsh edhe po ma ndërprer marrëdhënien e punës, pa u ndërprer ende procesi gjyqësor në gjykatë. Gjykimi është ende në proces, seanca parë në gjykatë themelore në Mitërisë me datë 15/10/2024 e ka hedhur poshtë dhe babazuar se ka keqpërdorim detyrë zyrtare. Ju kanë akuzuar për keqpërdorim detyrë zyrtare, me çrast për punësimin e shoferit. Po. A keni pas ndaj lidhje me shoferin, lidhje familjare? Po. Ka qenë vllajem, ka qenë vetëm kandidat. Sikur të kishin qenë 2 apo 3 kandidate me zgjedh, unë se ku më zgjedh, e kanë nxjerr tregova komisioni që ka formuar zyra ligjore. Edhe tash sikur të kishin qenë 2-3 kandidat, më bë kundër kandidat, ka qenë diçka tjetër. Po procedura siç e ka më herët kanë qenë domethënë të gjitha kanë kaluar burime njerëzore në zyra ligjore. Mosh më është më ofru vendimi më janë në vendimi edhe kontrata punës. Domethënë me ligj, domethënë veç punëdhënësi, nuk më qenë punëdhënësi. Vetëm punëdhënësi edhe punëmarrësi i lidhen kontratën. Nuk ka drejtën kërkues tjetër. Unë përkundra se kisha bërë shkelje ligjore në rast se nuk kisha nënshtruar kontratën. Domethënë me rekomandimin e komisionit unë kam nënshtruar kontratën. Kërkesa juaj është më u rikthyer në vendin e punës në Tripsa. Po kërkesa ime është më u rikthyer në vendin e punës, është shpresoj që gjykata do të merr vendim favorin tim, sepse jam i disiplinuar që, si thash, në gjitha format. Këta përveç dhomë materiale financiare, se këtu janë dhomë materiale financiare janë të përkohshme. Janë të përkohshme, janë shpresoj se gjitha këtu raste. A kemë vetë pa punë? Kumetë për momentin kumet pa punë. Kumet pa punë këta individ, siç e ka karrierën, po mund të më shkatërru familjen, mi kanë lënë fëmijë të pabuk. Këta me pas mundësi, po nuk e ka dhonë shqyqër, Allah i madhruar nuk e ka dhonë mundësin me manal edhe ajrin, se këta me mujtë edhe ajrin manalin. Jo që ma ka nalë bukën, po mund do me malan edhe ajrin. E unë muna me thonë se unë do të njeku rrugët e mija ligjore, edhe lusë Allah që Allah do të mberë hakën ta. Edhe për fundamërisht me tregu sa ka punu vllau si shofer? Vllau ka 5 ditë punon. Punon është duke punuar. Po më shoferi juaj, për çfarë periudhe ka qenë? Ai ka qenë se këmë thonë ndërheqja pas 4 muaj gjysmë këmë thonë ndërheqje. Po ai ka vazhdu punën, se puna edhe angazhimi i tij vrejet edhe sot.